të fundit? Po ka plot slogane edhe propagandë që ka përmirësim, unë kam qenë realisht aty. Aty, do me thonë, nuk munda me thonë që është mirë, kur proklamohet që është rritë buxheti shëndetësor edhe ka mungesë banave qyshën qershor. Do me thonë, aty ose është menaxhimi keq, ose është keq përdorim, ose ka një telashe të cilën duhet me analizu detajisht edhe mos me ardhur deri te kjo situatë. Një spital, do me thonë, publik, e cili nuk është në gjendje me siguru sendet bazike për 12 muaj, edhe me rritjet buxhetit, do me thonë aty o keq menaxhim. Kjo mendoj që është shkaku i këtyne telashëve këtë sistemi shëndetësor. Një tjetër shqetësim po ashtu, që faktikisht është përmendur shumë edhe në Kosovë, është edhe ikja e mjekëve, përgjithsisht e punëtorëve shëndetësor jashtë vendit. Dhe a ka aleanca për ardhmërinë e Kosovës në ndonjë plan i farforme që mjekët, profesionistët shëndetësor t'i mbajnë Kosovë? Dhe pse jo të gjendëm për qytetarin e Kosovës dhe jo t'ikin jashtë vendit? Po, e ka në shtyllën e 4, të është edukimi profesional dhe lidhja arsimit me tregun. Do me thonë, qysh prej fillimit studimeve duhet me bo një plan strategjik sa mjek duhen, sa stomatolog, sa farmacist, sa veteriner, në mënyrë që pastaj jo ta kryjnë ata fakultetin e mos të kanë mundësi specializimet. E kalojmë edhe këtë fazë specializimit, e jo tipën specializime një digaster ose një fush me pas hiperprodhim, e fusha bashkë që jo deficitare mos tipe, do me thonë, specializimi. Do me thonë, ka me pas plan strategjik, bile 10 vjeqar që kretë këto me u regullu. Jo me kry mjekësin e me bredh rrugve, pa pas specializim, e jo me kry specializimin e mos me pas edhe vend punës. Do me thonë, kemi planin strategjik që e mundëson gjitha këto. Një tjetër